Berishën e dinim që është doktor, e dinim që është dhe politikan, sot mësuam që është dhe balerin i klasit lartë. 3 herë sot ju shmang spakut. Në mëngjes shkoj për çekuar kartën e identitetit për masën e sigurisë. Duke dalë, prokurorët e SPAK i lanë në dorë fletirjen për të premten për të pyetur për 21 janarin. Dhe këtu ndodhi pirueta e parë. Berisha doli duke e pranuar se kishte marrë ftesën për të pyetur. Por me të arritur në seli, nisi piruetën e dytë. Tha se nuk e dinte që ishte tirur të premten dhe pak më vonë zori Gencin, ronokopin e lezetshëm që ka për avokat, dhe njofoi se të premten do të ishte jashtë shtetit. SPAK ndërkohë, që si duket e ka të konfirmuar se të premten Berisha as në Angli, as Amerikë nuk u thon dot, i çoi një tjetër thirrje e njoftoi se mund vinte të mërkurën SPAK. Te kjo piruetë e tretë e doktorit dhe po aq kundër përgjigje SPAK lind dyshimi i arsyeshëm. Çfarë frike e ka sigurisht Berisha? Por për më shumë, ku e gjeti më në fund SPAK-u kur ajon ta detyroi atë të vitet përballet me 21 janarin e vitit 2011? Sipas burimeve tona, të mërkurën në SPAK Berishën e kanë thirrur vetëm, pra jo me avokat. Çka do të thotë se seanca e parë mund të jetë ose pyetje, si person në dieni, çka parashikohet të jetë një seancë e gjatë, ose një seancë shumë e shkurtër. Domethënë doktori do t'i njoftohet që në seancën tjetër do t'i duhet vi me avokat për të njoftuar gjendjen e tij të re penale. Pra t'i njoftojnë akuzën. Nëse ndodh kjo e dyta, sigurisht është një zhvillim, por dhe një pikë pyetje e madhe për SPAK. Prokuroria e posaçme për vitesh ishte futur në një ngërsh me perceptimin tonë për drejtësinë e re. Sigurisht e rrëzoi mitin e paprekshmërisë, por sa kohë ish presidenti, ish kryeministra, ish zëvendëskryeministra, ministra, deputet, kryetar bashkie, po bëjnë burg apo po shkojnë sallë gjyqesh, pse kjo nuk po ndodhte me Sali Berishën? Cili ishte statusi i këtij politikani, të cilit as nuk guxonin të t'i afroheshin dhe t'i linin një copë letër në dorë? 21 janari i vitit 2026 po afron. 15 vite më parë, unë sapo isha bërë me fëmijën e dytë. Tashmë fëmia imi i tretë po bën 5 vjeç. Vajzat e Ziver Veizit po i afrohet të 30-tave. Vajzat e Alex Nikës janë bërë adoleshente. Altin Dumani nuk është më e prokuror i ri me mustaqe pa disur që në mesnatën e 12 janarit 2011, policët e tallnin dhe nuk e linin t'i afrojë vendit të krimit të vetëm shtetëror që prej vrasjes së Avni Rustemit në dyert e parlamentit në vitet 20. Procesi për 21 janarin është procesi i shekullit të ri. Aty nuk ka më rëndësi mosha e të pandehurit, por mosha e familjarëve të viktimave, dhe ato duan drejtësi. Ky vend ka nevojë për qetësi. Ky vend ka nevojë për opozitë, jo si ajo që ne nuk e pam sot dot as në shesh. Ky vend nuk mund të jetë një vend i Bashkimit Evropian me fantazmat e shkuarës nëpër këmbë. Dhe kjo javë duhet na e provojë këtë. Njerëzit sot në shesh e braktisën Sali Berishën, e lanë atë në hallin e vet. Dhe halli i madh është 21 janari. A do të vendos drejtësia drejtësi më në fund? Apo do ta kthej dhe ajo 21 janarin në një hallin e vet madh? Për këtë do flasim sonte. Sikle. Mirëmbrëma dhe mirë se vini në Rrjedhësor. Me mua sonte në program është Ervin Karanxha, ish prokuror në fazën e parë të hetimit të 21 janarit. Mirëmbrëma Ervin, kënaqësi të kem program. Mirëmbrëma, përshëndetje. Kënaqësi Idajet Beshiri, avokat i familjarëve të viktimave. Mirëmbrëma avokat. Mirë se u gjej, faleminderit. Arben Meçe, ish fuqist. Mirëmbrëma Meçe. Dhe Martin Leka, në atë kohë gazetar pranë televizionit të qeverisë. Mirëmbrëma. Fuqist. Ti ishe kundër nesh atëherë. Faleminderit që e sonë në program. Ervin, flasë pyeste nga cilësia edhe si prokuror i ngjarjes patjetër, edhe si ish prokuror, le të themi, si ish profesionist temi atij sektorit të rëndësishëm. Le të themi që në ato ditë ne kemi qenë dëshmitar, pra si gazetar, le të themi organi i prokurorisë u luftua, u sulmua, u kompleksua nga autoritetet e tjera të njëjtit shtetë cilit ju i shërbejnë, pra policia, qeveria, kryeministri me sulmet që i bëri prokurori. Sa ma duhet thënë që edhe drejtësia e re, temi SPAK-u, hezitoi për disa vite e re të merrej me këtë çështje. Më saktë u detyrua fillimisht nga vendimi i gjykatës Strasburgut, më pas nga vendimi i gjykatës lartë për të rihapur dhe rihetuar çështjen e 21 janarit sa radhë në këndvështrimin e një krimi shtetëror. Pra të hetimit zgjerit komandës, jo thjesht atij plumbit të shtrembruar që u gjet në trupin e Alex Nikës. Pse ky lloj, pra le të themi, do të flasim pak edhe për Berishën, kemi thënë shumë gjëra, por kemi folur shumë pak pse prokuroria nuk arriti dot të bënte detyrën e vet
përtej pengesave që i buri policia e shtetit. Çfarë ndodhi ato ditë dhe përse dhe prokuroria e re, pra e posaçme, nuk arriti dot të ngrihej deri tani në shkallën e perceptimit që ajo ka krijuar për pjesën tjetër të funksionit të saj. Tani duhet kemi parasysh diçka. Unë kam qenë prokurori çështjes së 20 janarit, që jemi marrë pra me vrasjet. Duhet kemi parasysh se kjo është vepra më e madhe që ka ndodhur, krime ndaj jetës, pra që janë edhe në kodin penal, janë fillim fare. Jam njoftuar nga detuesi prokurisë për të marrë pjesë në veprimet e para hetimore, ku kam bërë shumë veprime hetimore.